Qere, une seher që kom udhtu me xhallar, seher më thëshin kur të nisesh në atë rrugë, merri një 2 kofe sabër. Se një do shta me dalë. Po, një. Do me thonë. Di kufera sabër. Do me thonë. Edhe atje. Rrugës, do shta me dalë qëto. Rrugës, shtet ndodh, nuk njihmi si në të shku me familje. Unë shkoj vendi tjetër që ka paguaj, tanë e këne, nuk njihmi sen. Mundet me ndodh që dikush me të këshirë pak si shtremt, ose ti do këtë shtremt, edhe shejtani lunë rol shumë të madhë këto, me mba prish udhimin, edhe mu i dhru. Dikush me kanë, dikush me atë, aj ma tha një fjallë, kis ma tha një fjallë, së jam të eduru, qëfar këshilla më kështë edhe. Dhe me thonë, atë që kina shku për i badet, s'kina shku mu për lau. Këto këshilla është ma mirë me hap YouTube-ën dhe me si përvojë me ngu për sabrin, sepse normal sabri është gjysa imanit, që është që na gjdo rrugtim, pa marrë parasysh, po mos folmi tash musafirit Allahot edhe pa sabër. Absolut, kjo nuk përputhet kërkon. Ajo çka është kryesorja, do me thonë, na duhet me mush kuferat me sabër. Të këshiri shtremt ban sabër. Tranojt ban sabër. Për hir të Allahut kjo. Ke pa, i vetmi vend në botë, asni vend nuk është që mu fal burra e gra bashk. Apo? Aty falën në qabe silën bashk. Pse? Sabrin dush. Sabri është kryesorja. Do me thonë absolut. Edhe normal dikush ka me të këshirë. Normal edhe ndoshta naj polic aty ka pas probleme në shtëpi vetë edhe kur vjen ty shele këta, bane këta, bërtet diçka, po prap se prap na veset e këqia. Edhe tonat, edhe shtëpies ton, apo duhet mi e nash skalu, duhesh t'jesh ma i afër, ma i but, ma i asit. Si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ma i but, do më thonë, edhe ne aty duhet mi haru gjithçka. Absolut. Pse veshmi me ihram? Do më thonë, ti e me ihram, ti e qysh ki me dalë para Allahut, qysh t'ka lind nana, veç një leck e ki, ose qysh ki me him varë, që është e ki edhe me qefin. Do më thonë, ti dosh mu përkushtu, do më thonë, ajo është i vetmi vend shka... Ki shku me boj badet, jo mu përlo me njerëzi. Që kjo? Mira, ti tash ki shku mi falë gjunau, të do mu mush me gjunau. Po nuk shkon kjo. Banja Allah, haj për të mirë. Banja Allah, gjdo të keqë Allah e di mas mirë ti se a ja vlen, as ja vlen.